vetme se si mundemi. Rita, ke qenë emocionalisht e gatshme të është dashur një para përgatitje kështu për para se të ishe person mediatik, publik dhe të merje përsi për tema shoqërore, sepse i prekni disa tema të cilat ndonë se në shoqërinë tonë ka dhe raste që konsiderohen si tabu? Po. Po dhe jo, nuk është që kam hyrë me një skenar të caktuar dhe ide të qartë se çfarë do të ndodhë, sepse në fund të ditës ti fillon në një emision që është i ri, nuk e din se si do shkoj, askush nuk e din se si një projekt i ri niste dhe zhvillohet edhe vazhdon. A kam prit të mbri deri në këtë nivel? Unë kur i hyj një punë nuk nisem me pritshmëri. I hyj e bëj punën time edhe përfundon si përfundon pastaj. A kam qenë e gatshme emocionalisht? Unë sapo kam dalë antidepresantë, çfarë të them, mendoj që kjo tregon mjaft. Njerëzit mendojnë që fjala e tyre nuk mbrin, po fjala e tyre mbrin, definitivisht. Ne jemi njerëz, si krejt tjerët, sado që je në ekran, sado që thua se jam mësuar me ato komentet, nuk më ndikojnë, nuk më prekin. Ngarkesa e vazhdueshme ndikon, patjetër që po, kështu që nuk dua ta normalizoj në asnjë moment. Është ngarkesë për çfarë do lloj profesioni dhe për cilin do personazh publik i cili pranon të dalë. Qoftë këngëtar, qoftë aktor, qoftë nuk e di, gazetar, ne pretendojmë që ata dalin në ekran edhe tashmë kanë pranuar të jenë pjesë e jetës publike dhe e meritojnë apo ose i duhet të jenë të gatshëm të përballen me një gjë të tillë, po nuk do me thënë. Kur e përmendte antidepresantet, realisht si e përballove sigur periudhë? Dua të ndalim pak edhe tek forca se ku e gjetët edhe kush ishin personat që të gjendën pranë gjatë kësaj periudhe. Unë kam punuar shumë me veten, sepse marr shumë komente, bëra një postim para ca ditësh që kam dalë antidepresantet edhe kam një eksplodim emocionesh, sepse apo ato të mbajnë në një farë lloj gjendje pak më konstante, nuk është që të mbajnë pak më stabil. Edhe mendoj që në momentin kur unë e kuptova që është diçka serioze, sepse unë kisha probleme me sulmet e panikut, thash duhet patjetër të bëj diçka për këtë gjë dhe kjo është shenja e trupit që unë nuk po merrem mjaftueshëm me veten dhe nuk po e dua mjaftueshëm trupin tim edhe veten time. Ka diçka që nuk shkon. Kështu që kam punu jashtëzakonisht shumë. Kam pas çdo javë seanca psikiatrike, psikologjike në fakt, po edhe në psikiatër kom pas kohë për shkak të terapisë. Edhe kam punuar shumë në çdo aspekt, në aspektin e ushqimit, kam pas shumë kujdes, për shembull ndalova çdo lloj pije, kam pi vetëm ujë gjatë gjithë periudhës në cilën kam marrë antidepresant, kam qenë shumë e kujdesshme me ushqimin, aspektin e të ushqyerit shëndetshëm, kam dalë në natyrë, kam bë sport, jam kujdes jashtëzakonisht shumë për veten që ky cikël të përmbyllet në 9 muaj medikamente. Se shumë njerëz më komentojnë që përse ke marrë medikamente ose i ke ndalë shumë shpejt. Dhe unë ju them edhe publikisht që unë kam pas profesionistë të cilët kam vendosur për mua, po është edhe një punë tjetër mbrapa që ti bën me veten. Edhe pak të pjesën me veten, ko të pi hap, edhe medikamente dhe ilaç, nëse ti nuk punon me veten për ta tejkaluar situatë. Sa i përket rutinës, na tregove edhe pak mënyrat e ushqyerit, aktivitetet fizike, të cilat pa diskutim e kanë kontributin e vet. Por pas rritës kur dilte nga një seancë, cilat ishin mendimet e para që të shoqëronin? Unë e kam Jolën tashmë shoqe të ngushtë, psikologen time. Po. Mendime. Varësisht për çfarë flisnim, ka seanca cilat ti del shumë e tronditur se ballafaqohesh me një realitet në cilin ti nuk e ke perceptuar si të tillë asnjëherë. Puna në psikolog do të thotë, me psikolog do të thotë ti të gërmosh thellë brenda teje në të kaluarën tënde, në mënyrën si e rrit, të identifikosh problemet me familjarët e tu, me shoqërinë tënde, me mënyrën se si ti percepton gjërat edhe e sheh që nuk janë gjërat ashtu si ti gjithmonë i percepton.